në momentin që Spaku arrestoi kreun e Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, Rama doli dhe tha që Mossadit më sekuestroni telefonin mua. A ishte kjo një formë kërcënimi për ata? A ishte një formë, po themi, shantazhi? Dhe çfarë ndodh tani që Rama i ka 83 mandate? Njëherë nuk pranoj që Rama ka 83 mandate. Ta thash dhe po ta them në mënyrë të përsëritur. Nuk janë zgjedhje, nuk njihen zgjedhje zotëri. S'ka asgjë Rama tani. Rama tani është një kryeminist në detyrë. Nuk është kryeminist i votuar dhe i zgjedhur nga populli. Kështu që nuk ka çfarë bën më Edi Rama. E di Rama fundin e tij. Mos më thuaj prapë që ka 83 kështu mandate, janë bërë zgjedhjet, janë asnjë gjë s'është bërë. S'ka lëvizur një gjë, s'ka lëvizur Shqipëri. Njerëzit kanë votuar të tillën me 11 maj. Njerëzit Kopeja me dele shkon edhe voton. Kopeja. Gati 1,5 milion qytetarë kanë votuar. S'është e vërtetë, është mashtrim. S'është e vërtetë. S'kan votuar as 300.000 vetë. As 300.000 vetë s'kan votuar. Po këta statistikat i bëjnë vetë, dokumentat i kanë vetë, qelsat e shtetit i kanë vetë, mund të thonë çfarë të duan, por realiteti është, sipas sondazheve perëndimore, 10.3% e popullsisë ka votuar. E vërteta. Avokat, ne kemi qenë këtu bazë dhe kemi folur shpesh që nuk do mbajnë zgjedhjet, E vërtet? Doli që u mbajtën zgjedhjet. Tani ju thoni që është krijuar qeveri teknike. Tani, a mund t'ju themi shqiptarëve që ka shumë njerëz, ka shumë që presin një qeveri teknike dhe shprehen dhe në përrjedhje që kur do e marrë pushtetin, A mund të kemi një datë se kur mund të vijë kjo qeveri teknike? Nga unë jo. Që ta dim çfarë do ndodh me... Unë nuk kam datë sepse nuk e komandoj, nuk e organizoj unë atë punë. Qeverinë teknike e ka ndërtuar dhe ka ngritur misionari shqiptaro-amerikan që punon dhe vepron në Shqipëri. Dhe e ka deklaruar haptazi, e ka nxjerrë në televizion, e ka bërë të tëra. Tani priten procedurat se di sa do zgjasin, por procedurat priten. Këta harroj që t'i njihen këta deputet që janë zgjedhur, harroj që t'i njihen këto zgjedhje, harroj që të mbajnë pushtet prap këta që kanë, ose ata që duan ta marrin, harroj këto zotëriti, harroj shqiptarët, që Shqipërinë do ta drejtojnë ata që kanë marrë dorë. Shqipërinë do ta bëjë Amerika. Pik. Avokat, çfarë ndodh nëse një qeveri teknike është krijuar dhe krijohet dhe një qeveri teknike mes Ramës dhe Berishës? Pra mund të kemi 2 qeveri teknike. Nuk e bëjnë dot këtë gjë. Nuk e bëjnë për arsye sepse nuk do njihen. Ka bën dhe zgjedhje dhe s'po u njihen, si shef. Kishin dorë, a janë vetë që bën zgjedhjet, që organizuan zgjedhjet, bën dhe fushatën të thash. U a njeh njëri zgjedhjet? Jo. I njëti mekanizm do veprojë dhe nëse krijojnë qeveri teknike këta. Sepse Sali Berisha tani që e pa ngushtë e kërkoi qeverinë teknike, se ka kërkuar më përpara. Dhe Sali Berisha e di që do iki. Do iki dhe bën gabim, jo di më falë. Sali Berisha bën gaf të jashtëzakonshme, bën krim ndaj demokratëve që vazhdon të qëndrojë akoma në krye të Partisë Demokratike duke mbajtur Edi Ramën në pushtet. Se janë në unison, këta janë bashkë. Po duke qenë bashkë, kjo dhe qeveri teknike. Se bëjnë nuk ka një njeri. Ja më bashkë i bën zgjedhjet nuk ka njeh njeri. Edhe po të bëjnë qeveri teknike, prap nuk ka njeh njeri. Po s'po njihet as kjo qeveri teknike tjetër. Atë ta shohim. Do njihet apo s'do njihet. Por të shkoj të kryejnë procedurat njerë që të shkojnë te presidenti që miratohet. Avokata, mund të ndodhë që pas krijimit të po themi nëse qeveria teknike do marrë pushtetin dhe do drejtoj Shqipërinë. Po. Kush janë ato veprime imediate që duhen bërë? Do përgatitet kushtetuta e re e Shqipërisë. 1. Do përgatitet vendi për zgjedhje u bën 2. Janë njësër detyra që ka për të kryer qeveria teknike që është krijuar. Pse do të shkohet në zgjedhje kur qeveria teknike ka pushtetin?
Se nëse ti shkon në zgjedhje dhe Derisa themi teknike, më falni. dhe nuk lejo që dy partit marrin pjesë. Pra është qeveri teknike, nuk është qeveri legjitime. Po ti thua që nga nuk do parlamenti. lejojnë dy parti që të marrin pjesë në zgjedhje. Por nuk do lejojnë ato, po ta the pra. Kush do futet? Këta që kanë krijuar qeverin teknike, këta do përgatisin vendin në zgjedhje. Do kandidoj pasaj secili për vete. Mos mendoni më se do bëjnë zgjedhje me këtë kod zgjedhor që kanë bërë Jo, jam shumë komunistët. pak, problemi është në momentin që qeveria teknike e çon vendin në zgjedhje. Po? Dhe nuk fut partit po DPS në zgjedhje. Jo partit. Ata do kandidojnë njerëz që s'kanë marrë pjesë në këto dy parti. Pra kjo qeveri do diktoj dhe kush do marr pjesë në partitë e tjera. Kush dojë të marrë pjesë, mendimi im, kush dojë të marrë pjesë, qytetarët duhen të lirë të votojnë qoftë për senator, qoftë për deputet, por secili do kandidojë në vendlinjen ku ka lindur ose në vendin ku jeton e punon prej vitesh, nuk do ketë të bëj fare me biografi, më të thash, secili do votojë ashtu, do paraqitet ashtu siç është, dhe do bëhet parlamenti me dy dhomat, deputetët dhe senatorët, ka që thjesht është, siç e ka Amerika. Nëse ndryshojë të, po themi, sistemi parlamentar dhe kalohet nga po themi shtet parlamentar në një sistem presidencial. Po? A duhet të shkojë në referendum që të pyetet populli? Se si mund të ndryshojë ti ta kalosh nga parlamentare në presidencial? Ndryshon kushtetutën, s'është një gjë e madhe. Po duhet pyetur populli apo katse? I bi që edhe Rama mund ta ndryshojë. Prandaj është qeveri teknike zotëri, do t'i organizojë të tëra, këto patjetër do pyet edhe populli. Por populli shqiptar tani e di mirë se kush janë dy partit, ose më mirë se Partia e Punës së Shqipërisë, se kush që rilindja e Partisë Komuniste Shqiptare. Çfarë ndodh nëse populli thotë jo, nuk do krijojnë, po themi, nuk mbështesim të qeverisë teknike, reformat e qeverisë teknike siç është që të kalohet në republikë presidenciale. Nuk ndodh kjo. Sepse populli ka syt në ballë. Populli i njeh këta. A janë bërë sondazhe lidhur me Po ka sondazhe më të mëdha se sa tek 1 milion shqiptar nga Shqipëria. Çfarë sondazhi kërkon? Do kthehen në zotëri, do vinë tërë. Ajo qeveria teknike do vendos kthimin e pronave shqiptarëve, kthimin e pronave të ligjshme, anullimin e 7501-shit të importuar nga Athina dhe Beogradi. Do bëjë shumë gjëra qeveria teknike. Dhe këto janë në interes të popullit, dhe populli nuk është idiot që të mos shikojë që derisa mua më vlerësohen dhe më respektojnë të drejtat e mia, më kthehet prona, më kthehen fëmijët nga jashtë shtetit, mbushet vendi, patjetër që do t'i miratoj këto. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Ju lutem.